Ndërsa taksa komunale, përveç që i ngarkon ata, është edhe pa nevojshme, edhe mekanizmat për inkasim dhe mekanizmat për vendosjen e kësaj takse, niveli komunal nuk i ka të mjaftueshme. Këto çështjet e lirimit nga taksa komunale që e përmend unë kam propozuar edhe në kuvend para 2 vitesh. Mirë, po në atë kohë nuk ka gjetë përkrahjen e mjaftueshme, ndoshta unë kam befasu pak fakti që nuk e kanë mbështet edhe disa kolegë të partive të tjera që nuk kanë qenë pushtet. Megjithëse unë kam arsyetuar në atë kohë pse duhet hiqet taksa si profesionist i fushës. Unë nuk e di, ndoshta dikush se ka kuptuar drejt çka ka të bëjë me, nuk e kanë kuptuar mirë për shkak se nuk kanë profilit ekonomik, apo edhe çështje programore të partive tjera, mirë, po me thënë drejtën unë kam qenë i shqetësuar që një propozim të atëhershëm që unë kam bërë që të lirohen nga taksat komunale të gjitha bizneset, nuk e ka gjetë përkrahjen e mjaftueshme në atë kohë. Te votimi për gjoba, taksa dhe ndalesa. Domethënë është rregulloria komunale për taksa, ndalesa dhe gjoba, ku unë kam propozuar këtë pjesën, nuk ka gjetë përkrahje as nga partitë që kanë qenë pjesë e pushtetit. Mi po tash, si pjesë programore, na veç e kemi si parti, edhe nëse LDK-ja merr pushtetin, padyshim që ajo do të implementohet, nuk do të hezitojmë të jemi kërkues pavarësisht asaj që kjo të implementohet sido që të jetë, sepse taksat komunale vetëm se janë të tejkaluara tani më, sepse bizneset i paguajnë tatimet. Taksa është diçka tjetër, që ka të bëjë me, është një tarifë që paguhet sidomos në aspektin konceptual, po e them. Taksa komunale paguhet kur një biznes kërkon një shërbim nga komuna, edhe si kundërvlerë atij shërbimi që komuna ja jep, biznesi paguan taksën, edhe komuna ja jep dokumentin apo certifikatën që e ka kërkuar. Në këtë rast, kohën tash, domethënë taksa i ngarkohet vetëm kështu si paushall, pse domethënë po ushtron aktivitetin edhe duhet të paguash pa kërkesën e biznesit. Sepse në rastet kur bizneset kërkojnë ndonjë pajisje me dokumentacion, ose ndonjë po ashtu do qytetarët kërkojnë ndonjë certifikat ose diçka, ata paguajnë taksën. Po jo biznesit ti kërkohet taks edhe kur ata nuk kanë nevojë për ndonjë shërbim shtesë, vetëm se ata operojnë. Për faktin që ata operojnë në aspektin ekonomik, ata paguajnë tatimet që ju takojnë, tatimet shtetërore që ju takojnë, janë disa lloje tatimeve, edhe ata i paguajnë. Ndërsa taksa komunale, përveç që i ngarkon ata, është edhe pa nevojshme, edhe mekanizmat për inkasim dhe mekanizmat për vendosjen e kësaj takse, niveli komunal nuk i ka të mjaftueshme. Kështu që propozimi unë ka qenë atëherë dhe tash e kemi program që kjo taksë të hiqet fare plotësisht.